Mirë po shimi edhe në qatë situatë më thot Faik, ndilë thot jashtë se ata janë gjallë ende. Po livritin ala ka. Kërë kom po shimin prap ka dal jashtë zhak që ashtu, se mitralezin e pa ta mlon anësh nder, më thot Faik ruju, thot edhe njerë. Që ashtu në qatë situatë, unë vi që jem largu anësh, edhe pse kanë qenë shtrinjë ata, ju ka dhonë edhe njerë me gjuhetje. Për një moment ka hi Gjeladin Berisha, në thot që kanë hi Serb, edhe në fshat edhe pëgjujnë popullatën. Na kemi kuptu, na thanë që është vrau për një babën e Selim Marinës, për bësën e rabë. Jemi qunë nga aty unë e Shimi Goshi, Selim Marina edhe disa tjerë aty që kanë qenë. Mirë po, duke u këthy në atë shtabi ku kemi pas, veç kishin fillu gjujtjet. Një njësi e Serbe diku 4-5 veta, kanë orë deti në shqitoria e fshatit edhe kanë fillu me gjujt popullatën e me... Mirë po, ne nuk e dinim se sa veta janë, sa Serb, sa kanë hynë fshat. Kemi orë deri të shtabin qendër që ka qenë aty. Në fillim kemi gjujt me e Shimi me revolje, jemi gjujt me ta. Na me revolje ata me automatik, deri sa kemi hynë mrenda. Një natë para se me vrau Shimi, na bashkë i kemi shtinë në atë rreth të mitralezit, diku 180 shek i ka pas në rreth të mitralezit. Kemi pas topin e dorës, se gjithë armë kemi pas mirë aty, po. Kam hi mrenda, kam marrë topin e dorës, tjerë ja kam dhënë e Shimit. Për një moment e Shimi ka gjujt, ka qenë një shkolla vjetër përballë shtabit aty, edhe kanë fillu luftimet mes nesh aty. Edhe pse gjunin edhe 2 djemë të Landovicës tjerë kanë gjujt, derisa kemi mrina në forcat serbe aty. Rreth 15 minuta jemi gjujt na me ta. Ja kom dhënë tani mitralezin, edhe Shimi ka gjujt me mitralezë, edhe Selimi edhe një herë ka gjujt ose 2 me top dorës. Kemi fillu na 3 aty, edhe 2 tjerë kanë qenë anësh, në qendër të fshatit luftime me ta. Për një moment e kanë ka plumët e Shimin, edhe në bërtet në zonë, Faik, thirë unë isha nelt në pjesën e si otë ku kemi qenë që në qëndronim, a i ka qenë derë Selimi nga unë atjetë të gjujtë. Kam kësy poshtë për me marë, me të rejkë me shtim randa. Mirë po ata Serbt kanë menu që e kanë vrau. Kjo ishte alo ka qenë i fort, kështu plumët edhe pse kanë kopë disa vende. Është që për zdyti ka ratë, se njonin veç ka qenë i plagosër edhe më heret. Shumë ofër aty, ka qenë i përpjesë aty. Edhe 2 tjerë dhe një tjetër anësh, është që për zdyti me mitrales, qatë të asi edhe i mshon edhe ateve edhe i gjunë për tukë aty. Unë i ashtin nga durët, e kam të rejke, e kam shtim rana, ka qenë si kati i parë aty më rana. Edhe pse në qatë situatë, me njeve në gjatë luftimeve, është këthy në Lokja Miradije, ka qenë i burnej shumë me thonë lirisim si me qenë moshkull ka qenë. Në përmes plumëve ka hi edhe ka ardhë me mua aty me Shimin. është mundu me dhonë ndihmën e parë me ndihmu. Mirë po Shimi edhe në qatë situatë më thot Faik, ndilë thot jashtë se ata janë gjallë ende. Po livritin ala ka. Na u patëm më thonë drejtën, jo që për diçka po bona një kur e posh ashtu se mu moshën dur gjakun, kur e kom shti dur të Shimin me kap, në dion i posh dur gjak edhe për një moment e kom shoh automatikën, e kom pas revolin, aty kom za revolin, i kom afro afër aty. Në revolje. I kam gjujt edhe me revol vet i kam gjujt, po mirë po për një rast kur e kom pa Shimin prap ka dal jashtë zhak që ashtu, se mitralezin e pata mlon anësh nder, më thot Faik ruju, thot edhe njerë. Që ashtu në qatë situatë, unë vi që jem largu anësh, edhe pse kanë qenë shtrinjë ata, ju ka dhonë edhe njerë me gjuhetje. Me pas se kemi marrë Shimin, jenë këthy edhe disa shok tjerë, Selim Marina, me një traktor, kemi të rejkë, diku ka ora 4-5 mërë, ka dhonë kanë ndru jetë. E armët e ative serbe i kemi marrë, i kanë marrë edhe bashkëftarë tonë. Një e kemi pasion familje se janë mirë, por rasti ma i ronë për mu ka qenë me Shimin nga se një natë pra se mu vronë, na vish flajtëm bashkë aty në të udën. Edhe u qu ploka, kjo në Lokja Miradije, në ka bo mish ka ora 2 natës. Edhe ka qenë nota fundit me ta, dhe hek rrypin, ka pas revolin 16 që krate kemi pas. E hek rrypin, më thot para ti, thot Faik vendose. Në qatë, asi, tha unë e kom kryt temën, unë vetëm tha, e asin ka qenë shumë djali fort. Unë për normal u emocionova, pa këtë jo thash ti kime jetu, kime asi, ja, unë e krejva se ka qenë i plagosën shumë rënë.
Edhe para ti e kom qitë rrypin e revolës me qëtë ato i ka posë kështu. Mirë pro pas luftës që kam dëzu familjes, djallit ti. Pas luftës kemi bërë rivarimin e dëshmorëve. Të gjithë këta janë rivarosë në Landovis. I kemi afër aty. Edhe për parimin edhe shimin i kom zhvaros vetë. Nuk e kem leju tjertë. Dhe bashku me ta, po kam pas qef vetë me asi. Edhe ka qenë se kom pasu në një makinë që kanë vozit edhe për parimi e këta. Me qatë makinë i kom marrë të dytë, ndisa i kom afrua për varezave në altë aty. Edhe na kemi mujtë me pas fatin e teve, po kështu. Mirë, po përveç të shimit edhe përparimit, të Landovisës janë edhe gjithë këta djemë që janë vrarë, gjithë janë vrarë në për luftime, në për Hysni Mërina është vrarë në malet e Pagarushës me 31 mars, derisa me 11 mars natën 9 janë vrarë një shkovë, Hamit Thaçi dhe Tahir Gashi, kanë qenë dy të pandashëm ata. Halil Gashi është vrarë në pjesën e Pashtrikut, në operacion Shigjeta. Ismet Gashi është vrarë po atë ditë kër është vrarë edhe Shimi, në mbrojtjet popullatës. Forcat serbe kur i kanë po të vrant, aty që kemi lënë mes fshatit, janë hakmarrë në popullat. Dikun rreth 18 civili kemi të vrarë. Kanë bo edhe kemi fëmijë të vegjël dhe plak, një vjetër, një plak, ka qenë edhe pse ka qenë invalide, me atë karrocën invalidore kanë djegë. Kanë qenë të pamëshirshëm ndaj vetëm pse janë shqiptarë.